pse 98% e banorëve thonë se janë krenar ta quajnë Kosovën shtëpi. Ndoshta janë peizazhet, ndoshta është shpirti, le ta zbulojmë. Së pari, malet e sharrit. Majat madhështore shtrihen atë larg sa mund të shohësh, perfekte për ecje, skijim, ose thjesht për të thithur ajrin e pastër mallor. Më pas, shkojmë te Grika e Rugovës, një kryevepër natyrore. Lumen të ktjellët gërriej në shkëmbinj dramatik, duke e bërë atë një vend të preferuar për aventurierët dhe dashamirët e natyrës. Së treti, qyteti i Prizrenit. Është si një kartolinë e gjallë, rrugë me kaldrëm, shami të lashta dhe ura ikonike e gurit, të gjitha të rrethuara nga kodra. Ndalesa e katërt, ujëvarat e Mirushës. Imagjinoni një sër ujëvara shkëlqyese të fshehura me spyjeve të gjelbëruara. Është një vend i preferuar për ekskursione ditore dhe larje verore. Dhe në fund, fushat eterike të Dukagjinit. Kur perëndon dielli, fushat bëhen të arta dhe gjithçka ndihet paqësore, e përjetshme dhe unike kosovare. Bukuria e Kosovës është më shumë se një pamje, është një ndjenjë. Nga majat e maleve deri te qytetet plot jetë, çdo cep ka historinë e vet. Pra, cili është vendi juaj i preferuar? Etiketoni dikë që duhet ta shoh këtë dhe le ta festojmë së bashku magjinë e Kosovës.